Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahu jalla wa ala falendrojmë, salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasaj. Dersi i fundit në këtë serial ishte para 2 javësh, kështu që është e kuptueshme që të harron plot pi meseleve të cilat i kena fol, po si për kujtim, para 2 javësh kena fol për betejën e Mu'tes, dhe ishte betejë e parë me një ushtri të madhe të muslimanëve që dilte nga Medinja pa komandën këtë herë të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, por në komandën e 3 personave të cilat i kishte vendosur pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam. I pari prej tyre ishte kush? Sahabiu i vetëm i përmendur me emër në Kur'an, Zeid ibn Haritha. I dyti ish kush? Ja'far ibn Abi Talib, dhe i treti Abdullah ibn Rawaha. I pari sklav i liruar, i dyti nga familja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Quraysh prej muhaxhirinëve me 2 hijrete në Etiopi dhe në Medinë, dhe i treti ansari prej banorëve të Medinës. Kështu që nga gjitha shtresat e popullatës së Medinës kish zgjedhur i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam që të vendos nga një komandant. Treguam që rrugtimi zgjati shumë për shkak të largësisë së këtij vendi nga qyteti i pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, na tu fol për diku 1000 kilometra nga Medinja, në veri të Medinës, dhe tham që muslimant u ballafaquan me këtë ushtri të cilën nuk e kishin paramenduar se do ishin kaq numër të madh. Sa ish numri i ushtrisë bizantinëve? 200.000 ushtar. Andaj ne jemi tu fol për një grush njerëzish prej 3.000 ushtarëve dhe një ushtri e përbërë nga 2 grupe nga 100.000. 100.000 arab të krishterë, të cilët ishin thjesht shtete të Herakleut në tokat e Arabisë asaj kohe, dhe pjesa tjetër ushtarë të Bizantës, të cilët i kishte pru Herakleu që të luftojnë kundër muslimanëve. Ajo çka duket ose ajo çka indikojnë argumentet është se i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam nuk e ka paramenduar që kaq ushtri e madhe do të del përballë muslimanëve. Andaj dërgoi 3.000 ushtarë dhe nuk doli vetë për shkak të mendimit se vetëm fisi të cilin e kishin vrarë ambasadorin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose edhe 2-3 fisë tjerë do të luftojnë kundër tyre. Jo se do të ketë mobilizim të plot të arabëve të asaj nahije, edhe të Bizantës, që ishte perandoria më e madhe asaj kohe. Kështu që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam dërgoi vetëm 3.000 ushtar, nuk doli vetë që të komandon këtë ushtri, por ama sahabët kur ulën dhe diskutuan, asnjëri prej tyre nuk sollin tavolin opsionin atë kthehemi në Medinë. Po jemi këtu përballë këtij armikut, çka duhet të bëjmë? Është transmetuar, e ka përmend Ibn Kathiri në Al-Bidaya wa An-Nihaya me zinxhir deri tek Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë, erdha në ditën e betejës së Mu'tes dhe kur dolën përpara ushtrisë së armikut, thotë, pash njerëz pafund, saqë njëri prej sahabeve që kish marr pjesë në Bedër mpa mu të çuditet. Abu Huraira kur e kish pranuar Islamin? Pak më herët, apo? Nuk ishte kohë shumë që e kishte pranuar Islamin. Andaj kjo është betejë e parë e madhe e Abu Hurairas. Kështu që më thot sahabiu që ka marrë pjesë në Bedër, a çuditesh me numrin atin? I thash, kush nuk 200.000 njerëz. E më tha, nuk ke qenë Bedër parat. Do me thonë, ne të Bedrit ndryshe e shohëm realitetin tokë. E kjo aludon atë që njeriu i cili ka kalu sprova të ndryshme në jetë, situatat në krizë nuk i sheh si një i cili nuk ka kalu në për sprova të ndryshme. Se ky i cili s'ka kalu këto sprova, tekrari duhet testohet. E ky i pari është testu. Plus asaj, ky sahabiu që është bedri, ka prezentuar në Bedër, ky ka marrë pjesë përballë një ushtrie e cila nuk ka qenë në numër sikur se kjo ushtri. Ama në atë pjesë ka marrë në atë betejë ka marrë pjesë Gjibrili alayhi salam dhe ka marrë pjesë vet Iblisi. Andaj është betejë e veçantë. Andaj ai thot nuk ke qenë në Bedër. Andaj po të çudit ky numër i madh i armiqve tonë. Kështu që ushtria e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam do të vjen në Mu'te, në këtë fshat të vogël, në Jordaninë e sotme, dhe do të përballet me këtë ushtri. Ne treguam që komandanti i parë, Zeid ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu, do të ndajë ushtrinë në 3 pjesë, pjesën e djathtë të majtën dhe qendrore. Dhe çdo pjesë të kësaj ushtrie do t'i vënë nga një komandant. Dhe komandanti i përgjithshëm do të jetë ai i cili do ta bartë flamurin. Megjithatë, në takimin e parë të ushtrive,
do të vritet komandanti i ushtrisë Zeid ibn Harithe, i dashuri i pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam, nga numri i madh i shtizave dhe i shigjetave të cilat do ta godasin. Kështu që në sulmin e parë ose në përleshjen e parë të dy ushtrive, Zeid ibn Harithe radhiyallahu ta'ala anhu po bien shahid. Edhe ne jemi të folë për një njeri i cili ka dhënë sakrificë të madhe në dinin e Allahu xhallahu ala dhe ka qenë për krah pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam nga dita e parë. Zeid ibn Harithe është me të nga dita e parë. Andaj i thon i dashuri i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mandej kush nuk e din, Zeidi radhiyallahu ta'ala anhu para islamit ose edhe një pjesë të islamit ishte djali i adoptuar i pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Andaj i thoshin Zeid ibn Muhammed, Zeidi i biri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që Zeidi do të vritet dhe komandën e ushtrisë do ta merr Ja'far ibn Abi Talib. Ja'fari radhiyallahu ta'ala anhu është i njohur ndryshe me novkën Ja'far at-Tayyar, Ja'fari fluturues. Pse i është dhënë ky titull Ja'farit radhiyallahu ta'ala për shkak të kësaj betejë. Se Ja'fari në atë kohë tradita ishte që komandanti ta bart flamurin me duart e tija. Andaj thuhej i jepet flamuri, nuk i thuhej i jepet komanda. Do me thënë ai që e ka flamurin, ai komandon ushtrinë në terren. E kështu që Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu do ta merr flamurin e Zeidit, edhe ai do ta merr komandën e ushtrisë. Megjithatë, Ja'fari do ta shohë se numri i armikut është i madh. Dhe e sheh se mundësia për të tërheq nuk është e lehtë. Kështu që do të zbret nga kali i tij, radhiyallahu ta'ala anhu, dhe do t'ja pret këmbët kalit, që të mos mund të hipe prapë në kal e të tërhiqet, me qëllim që unë do të shkoj përpara. Edhe ja pret këmbët kalit që nëse ne vritemi, mos të përfiton armiku nga kuajton. Andaj thuhet që është kali i parë i plagosur në islam me këtë niyet. Që kali do me thonë sakatohet që të mos ketë mundësi armiku përfitimi nga ky kal nëse ata nga dhënjejnë helbete në betejë. Kështu që Ja'farit radhiyallahu ta'ala anhu do t'ja presi njën në dorë. Pastaj e merr flamurin me dorën tjetër dhe i pritet edhe dora tjetër, kështu që do ta kap flamurin me të dy krahët e tij derisa të vritet radhiyallahu ta'ala anhu. Për këtë shkak Allahu xhelle xhelaluhu si kompenzim Ja'farit radhiyallahu ta'ala anhu do të jep dy fletë me të cilat do të fluturon në xhennet. Andaj tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e përmendi Ja'farin radhiyallahu ta'ala anhu, tha, kaloi pranë meje Ja'fari sot me një grup prej melaqeve, ndërsa i kishte Ja'fari radhiyallahu ta'ala anhu dy krah të ngjyrë me gjak. Kraha që Allahu ja ka dhënë është si kompenzim për krahët të cilat i kishte humbur në betejën e Mu'tes. Tregon Abdullah ibn Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, thot, ditën e parë, do me thonë përleshjen e parë të dy ushtrive, kërkuam të vrarit ton dhe të vrarit e armikut, dhe në mesin e të vrarëve të armikut gjentëm Ja'far ibn Abi Talib, radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj morëm xhenazën e tij dhe gjetëm në trupin e tij mbi 50 plag nga shtizat ose rënje të shpatave. Asnjëra prej tyre nuk ishte në shpinë. Të gjitha ishin në pjesën e përparme. Në transmetim tjetër është thënë që kur e kemi gjetë Ja'farin, kemi gjetë 90 plag, edhe në pjesën e parme edhe pjesën e prapme të trupit, që tregon se pasi e kanë vrarë dhe ka mbet në gjendje xhenazja e Ja'farit, armiku ka kalu dhe i ka masakru xhenazet e muslimanëve. Kështu që kanë gjetë tek ai numër 2 fish të plagëve që i ka gjetë Ibn Omeri dhe të tjerët herën e parë. E kjo tregon për trimrin e Ja'farit radhiyallahu ta'ala anhu. Për shkak se nëse ata cilët e dinë, Ja'fari nuk ishte pak kohë që kishte ardhur nga Etiopia dhe nuk e kish pa pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam gati se një dekadë. Dhe kalojnë 2-3 muaj, madje asaj, dhe dërgohet me një betejë ku ai më nuk kthehet prej asaj betejë. Kështu që fakti që 2 persona nga shtëpia e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam do të vriten, kjo do ta mërzit shumë pejgamberin Allahut alaihi salatu wasallam. Vrasja e Zeidit, i cili është i shtëpisë, dhe vrasja e Ja'farit, i cili është i shtëpisë, do ta mërzit shumë pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas vrasjes së Ja'far ibn Abi Talibit radhiyallahu ta'ala anhu, dihet me porosit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, komandën do ta merr Abdullah ibn Rawaha, një nga poetët e pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam dhe një nga prijësit e mirë të ensarve. Kështu që Abdullah ibn Rawaha
do ta merr flamurin e Xhaferit radhiyallahu ta'ala anhu, para më do t'jetë i lodhur fizikisht nga ashpërsia e betejës, shko përpara ktheu me kaq numër të madh të armikut. Dhe një i familjes atij thuhet se është djali i Axhës ose nipi i tij, do t'jep një cop mishi. I thot, jep në Rawaha. O ibn Rawaha, merre këtë cop, e forcoje pak trupin, se qoftë lodhët e traskapitur. Madje thot, në kafshatën e parë, Abdullah ibn Rawaha do të dëgjoj atë turmën e madhe të armikut duke sulmuar një pjesë të ushtrisë së muslimanëve. Kështu që do ta hedha copën e mishit dhe do të hudhet në armikun. Mirë po hudhja e tij në armikun, do me thonë, vrasja e tij radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe nëse e shohim dërgimi i kësaj ushtrie dhe pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, ky është komandant, pastaj ky është komandant, pastaj ky është komandant, sikur aludon se të tre do të vriten. Për shkak se nuk dim në ushtri, në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dërguar njerëz dhe ka thonë 1, 2, 3 komandant. 2 maksimum janë. E nëse nuk ka pas timve dyve, ju e zgjedhni një komandant mes jush. Po ama kjo ushtri, 3 komandant e mërtohen dhe pas vrasjes së të treve prej këtyre komandantëve, musliman do të jenë në krizë, ku do ta shohin se ushtria e tyre nuk do të ketë komand. Pasi bjen flamuri nga duart e Abdullah ibn Rawahas radhiyallahu ta'ala anhu, do të ketë një huti në ushtria e muslimanëve. Saqë thotë Ebu Huraira, nuk i shifja 2 veta bashkë pi muslimanëve. Çka përderdhët në përfush betej. E thot, vjen një prej sahabeve, ai është Thabit ibn Aqram radhiyallahu ta'ala anhu, edhe e merr flamurin. Kur e merr flamurin, ju thot sahabeve, o ju musliman, duhet ta zgjedhim një i cili do ta udhëheq këtë krizë dhe këtë kaos që është mes nesh. Njëri prej tyre thot, banu ti komandant. Thot, unë nuk bahem. Më pas në transmetim ka ardhur që e ka marr flamurin dhe ka shku te Khalidi radhiyallahu ta'ala. Dhe i ka thonë Khalidi, duhet zgjedhim udhëheqës. Ka thonë banu ti, ka thonë vallahi nuk e kam ngrit flamurin prej toke, vetëm se me niyetin që ti të bosh komandant. Ka thonë o Thabit, banu ti, se ti je më i vjetër në Islam dhe me përvojë ushtarake, plus ke qenë Bedër. Dallimi mes meje dhe teje është shumë i madh. Ti në Bedër me musliman, unë kundër muslimanëve. Ti në Uhud me musliman, unë kundër muslimanëve. Kështu që Thabit i thot, jo pasha Allahu nuk e ngrita flamurin nga toka vetëm se me niyet që ti t'jesh komandant. Andaj Khalidi radhiyallahu ta'ala anhu e merr komandën, e merr flamurin edhe fillon që të luftojë. Në ndërkohë, pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam e din që ushtria e tij kalon në rrethana dhe në situatë shumë tran. Dhe Allahu i zbret wahjin dhe lajmëron pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam për përfundimin e 3 komandantëve. Andaj është transmetuar që pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam ka urdhëruar që dikush prej sahabëve, muezinave të thret në minare es-salatu jami'a. Thania es-salatu jami'a, për çka është bë? A keni ndajtë njerë këta jo? As-salatu jami'a. Kjo thënie thuhet për namaz të eklipsit, thuhet për namaz të istisqas, të shiut, thuhet për kohëna krizash. Fjala as-salatu jami'a është që namazi na mbledh. Ama dihet vendi ku na mbledh? Në xhami. Kështu që muezini kur thirrë as-salatu jami'a, nuk është u thirr hayya as-sala, hajt falna, ja. Është u thirr ja për një namaz të veçantë, ja për një gjendje alarmante. Kështu që thënia as-salatu jami'a i bëri musliman që të mlidhen xhaminë e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Më pas pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ju tha atyne: a dini se çka ka ndodh me komandantën tuaj? Than jo i dërguari i Allahut, ose than Allahu dhe i dërguari i tij alayhi salatu wasalam e din më mirë. Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: ushtria jon u përball me armikun dhe flamurin e mori Zejdi dhe luftoi derisa ra shahid. Andaj tha, bëni dua dhe kërkoni falje për të. Më pas tha, flamurin e mori Ja'far ibn Abi Talib dhe luftoi derisa ra shahid. Andaj tha, kërkoni falje dhe bëni dua për të. Pastaj u ndal. Kur u ndal pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, fytyrat e ensarëve u zverdhën.
patën frikë se çka ka ndodhur me Abdullah ibn Rawahën dhe a ka mrija në betejë atje. Ose pa, mos ka ndryshu Abdullahu, e nuk e ka ma komandën. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e tha, pastaj flamurin e mori Abdullah ibn Rawaha. Luftoi derisa u vra dhe ra shahid, andaj kërkoni falje për të dhe bani dua. Nëse analizojmë pak këtë tekst ose këto 3 fjali të pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam, do të shohim një gjë, e cila është e përbashkët ose disa sende të përbashkëta mes tyre 3 personave. E para është dëshmia e dërguarit Allahu sallallahu alajhi wasallam se ata janë çfarë? Shahida. Nëse unë sot vritem, juva ju lejohet thoni që unë jam shahid? Inshallah. Dëshmia juaj për vrasjen time në betejë nuk është e preme. Është me shahidllëk, po. Ka ra shahidi inshallah. Mirë po dëshmia e pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam për shahidllëkun e tyre është i prem. Është dëshmi e prerë. Megjithatë vëllezër, dëgjonja modestinë e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam karshi Zotit të tij dhe në çfarë forme na çon ne të lidhemi me Allahun. Tha, luftoi, u vra dhe ra shahid, andaj kërkoni falje. Për çka të kërkojmë falje ne për një njeri i cili ka ra shahid? Për çka të bëjmë dua ne për një i cili ka ra shahid? Melaçet e kanë ngrit termo, madje njëri prej tyne ka fleta si fletat e melaçeve, për çfarë ta lusim në Allahun xhelle xhelalu. E kjo na çon të mendojmë që raporti jon me Allahun nuk është raport garancë, o vëlla, ke ardhur këtë dynjë, ke thënë la ilaha illallah, ke fal një 2 namazë dhe ke dhënë 7 herë zeqat, edhe u kry kjo punë ti je i garantuar. Ne kemi nevojë që në njerëzit, kushdo që të na përmendet bën dua për ne, dhe thosë Allahu e falt, e Allahu e mëshiroft. Nëse këtë porosi u ajep pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, sahabeve për njerëz për cilët ai vetë dëshmon se janë shahida, çfarë mendon për ne tjerët? Unë edhe ti i cili natë e ditë bëjmë gjunahe, me veshje, me syje, me kambe, me dure, me gjitha. Tha fastaghfiru. Lypni falje për të. Dhe bëni dua për të. Andaj i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam po na mëson këtë gjë që raporti jon me Allahun nuk është në bazë garancash, ti ke garancë se ki me kon banor i xhennetit. Nëse kjo nuk është për këta, shahidllëku i së cilëve është me dëshminë e pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam. Çka mbet puna për mua dhe për atë tjetrin dhe për atë tjetrin vëllezër. Andaj në çdo fjalë të pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam, dhe sidomos në këtë fjalë, në këtë krizë, mësojmë se ne me Allahun xhelle xhelaluhu gjithmonë duhet kemi atë raportin e robërisë të plot deri në momentin që të fusim këmbën tonë në xhennet dhe Allahu na thot selamun aleikum. Selami Allahu qoftë mbi ju. Atëherë siguro, atëherë je i sigurt ta dish. Përndryshe, gjithmonë le të ketë një rezervë, se ndoshta Allahu na ruajt, mund të rështjasim. Për këtë shkak Ibnul Qayyim rahimahullah thot prej fiqhut të njerijut në njohjen e vetes së tij është që gjithmonë veten e tij, nefsin e tij ta merr me rezervë dhe ndonjëherë me akuzë. Ma ka dale pak mos mos jep agjzor një meseles, se po e bëna unë, e bëj ma mirë se tjerët, po hyna unë këtë sprova, ani se tjerët kanë rishit, po si t'hi unë srishes. Jo vallahi, mere nefsin tënd me rezervë dhe akuzoje. Akuzoje për shkak se kjo është trajtesa më e mirë që mund t'ja bëj njeriu nefsit të tij. Andaj i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam me këtë porosi, po na mëson mu këtë gjë. T'jemi të kujdesshëm. Ka shku shahid tek Allahu xhelle xhelal. Megjithatë, nuk i bën dëm atij që ne të lypim falje për Allahut për të. Nuk i bën dëm. Andaj edhe vëllezërit dhe motrat tona që vdesin dhe i përcjellin në varrezat në përditshmërinë tonë, ta shtojmë kërkimin e faljes për ata, se ata nuk kanë qenë me pejgamberin Allahu sallallahu alajhi wasallam. As nuk janë Abdullah ibn Rawaha, as Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ejma'in. Më pas Khalidi radiyallahu ta'ala anhu thot pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam u vra Abdullah ibn Rawaha dhe ra shahid. Andaj kërkoni falje për të dhe luteni Allahun për të. Më pas tha, flamurin e mori Khalid ibn al-Walid dhe nuk ishte i përcaktuar për udhëheci. Kështu thot pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam. Nuk ishte i përcaktuar, do të kush e ka caktuar atë udhëheqës? Unë se kam caktuar.
Thot pejgamberi Allahut, nuk ishte I përcaktuar për udhëheci, por ai e mori udhëhecin. Me fjalë tjera, ka ndodh muhabet dhe ujdi mes disa prej muslimanëve dhe sikur ata e kanë pa që ky duhet bëhet. Jepja atij flamurin dhe komandën. U kry, andaj thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ai e mori udhëhecin, pastaj tha, dhe ai është shpat prej shpatave të Allahut, andaj Allahu e ndihmoft. Në transmetim, tha o Allah, ai është shpat prej shpatave tua, andaj ndihmoja atë, dhe në vazhdimi I hadithi thot, Khalidi e mori komandën derisa Allahu I dha fitore. Khalidi e mori komandën derisa Allahu xhelle xhelaluhu I dha fitore. Në këtë kaos vëllezër, normal, ushtri e madhe, ushtria jonë një pjesë ka shku t'i qenë, një pjesë këndej, 2 veta se një gjesh bashkë si thotë Ebu Hurajra, ndodhin sende, për shkak se ne nuk jena tu fol për 5 minuta për leshje. Jemi tu fol, arabisht I thojnë ferr wa kerr, sulm dhe smbrapsje. Shko ka një jon tjetër, dhe kjo mund zgjate me ditë. Mirë po të muslimant të ka zgjat dita e parë. Dita e dytë ka qenë në komandën e Khalidit. Andaj orët e para të luftimit kanë qenë në komandën e 3 komandantëve. Pjesa e fundit e ditës ka qenë në komandën e Khalidit radhiyallahu ta'ala. Dita e dytë tash është më në komandën e Khalidit. Andaj Khalidi radhiyallahu ta'ala anhu ditën e ditë do të bëj këtë ndryshim strategjik të ushtrisë. Andaj anën e djathtë do ta çon në anën e majt dhe ushtarët të pjesës qendrore do t'i zëvendëson pjesën e parme me atë prapme, që kur të ballafaqohen me armikun, komandantët e armikut ta shohin se janë fytyra të reja, nuk I njohin. Andaj komandantët kur t'i shohin këta, thunë që këto paskën për forcim vetëm bohën se janë 3000, po këto janë shumë më shumë se 3000. Si ka mundësi për një ditë ti konsolidojnë radhët dhe të formojnë formacion të ri dhe të na sulmojnë prap, me dojë mos të ketë përforcim prap atyre. Andaj kjo do të bëj që ushtria e armikut të heziton në sulmet kundër muslimanëve. Sidoqoftë, në këtë kaos tregon Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu dhe thot: unë e kisha një vëlla musliman, një prej sahabeve, nga Jemeni, dhe ishte ndihmë si jem në luftë, sikur ushtarët kanë pat një I cili ka pat më shumë mjete, më shumë përgatitje dhe me atë ka pat dhe një si Irak, I cili nuk ka qenë në nivel të përgatitjes si ky I pari. E thot unë e kisha këtë ndihmësin tim nga Jemeni, I cili nuk ishte me veten e tij asnjë kurrë përpos se shpatës. Thot vazhduam betejë derisa erdhën thot me një vend dhe njëri prej muslimanëve therri një deve për ushtrin. Kur e therrën devën thot, ai ja lypi pronarit devës lëkurën. E shifja thot, për çka I duhet lëkura këtij? Pastaj thot, me atë lëkurë e banin I mburoj, se ne thot kishim mburoja, ai s'kishte mburoj. Me këtë lëkurë ka dashur që të bëjë mburoj. Andaj thot e banin I mburoj dhe kur erdh dita e ballafaqimit me armikun thot, ky asistenti im, ndihmësi im thot e sheh një prej bizantinëve I cili I bën gërdin mesin e muslimanëve. Sulmon, plagosën, vjen e shkon në kalin e tij. Thot shalën e kishte të zbukuruar me altan. Njëjtë kallopin e shpatës. Teshat I kishte tepër të bukura, do me thonë sikur Auf ibn Malik tregon se ky nuk ka qenë ushtari I rëndom. Ky është I veçantë. Ja është prej elitës së popullit të tyne, ja është dhe një I madh, andaj thot veç veshja atij aludon se ka diçka të veçantë ky. E thot ky ndihmësi jem, sikur ja vu pikën atij. E thot u fsheh pas një shkëmbi, e thot e priste momentin kur të vjen thot dhe kur erdhi thot ja plagosi kalin, ra prej kalit, hypi mbi të dhe vrau. Në Islam kush nuk e din, nëse një ushtar musliman dhe një jo musliman, nëse muslimani e vret këtë jo musliman, ja merr gjitha sendet që I kanë me veti. Ka armatim, ka tolla, ka kutadiun, e ky jemenasi, asistenti I Auf ibn Malik, I ja merr gjitha. I ja merr shalën me altan, shpatën, teshat, gjithçka e tash ky duket si mbret. Në këtë kaos Khalidi radhiyallahu ta'ala an duke u kthy nga betejë thot më jep mua ato. Auf ibn Malik thot nuk është hak jot ja marrish. Këto janë të këtij se është ushtar. Khalidi thot janë të tepart aparat, nuk janë parat. Andaj e Khalidi ja merr. E I le diçka të vogël. Thot Auf ibn Malik, a nuk e dëgju që I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë ushtarit atë që e merr nga ushtari I kundërshtarit ose armikut të vrarë?
Thot, po kam dëgju, po kjo është tepër. Sikur Auf ibn Malik i thot Khalidit, te je i ri në Islam, e ndoshta nuk i dish meselet si duhet. E unë të kallëzoj se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam neve na ka mësuar se kështu. Thot, unë e di, po për këtë shumë. Thot, wallahi di kallëzoj pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam për këtë gjë. Andaj thot, shkojnë në Medinë, kur kthehen pi betejës, Auf ibn Malik i kallëzon pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thret Khalidin dhe e thret këtë asistentin e Aufit. I thot, ja Khalid, ma hameleka ala hadha, o Khalid, e shtë bëri ty që ta bësh këtë gjë? Pse ja marrë sendet kur e dishe se ato i takojnë atij? Fa istakthirtuha ya Rasul Allah. Mu duken se janë të tepërta për to pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam. Me thë nuk i takojnë atij, është qirak, është i vogël, asistent. E ky është, do me thonë, pi elitës popullit. Andaj i morë, Khalidi ku i ka qu këto sende? Ha? Ku? Bejtul Mal, normal, po. Në arkën e shtetit. Nuk i ka marrë për vete. Khalidi tash nuk thotë se unë, valla, më pëlqia jo çka i kish vesh gjypja, ja kam marrë, i kam shti në arkën e shtetit. Kështu që i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ruddeha ilay, ktheja. Nuk janë tuat. A nuk e din që pronësia të vrarit i takon vrasësit, do me thonë luft? Më pas Khalidi thot, tamam. Qohet Khalidi t'ja jep ato sende, edhe Auf ibn Malik e krefën për gjybe Khalidin. E i thot, nuk thash? A thash se dhe ti mare pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e shef edhe i kthen, thot, heces pak. Edhe i ulën, të tretë. I thot, la të rudha i lehi ja Khalid. Mos ja ktheu Khalid. Androjt dispozita për njëherë, pi halal kjo u ndalu, ja. Me gjithat i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e vën kryje të disiplinës dhe moralit muslimanëve respektimin e hierarkisë. Kush i ti ta krefish për gjybe komandantin e ushtrisë? Kush i? Se cili ka drejt të ankohet, me gjithat, respekti i hierarkisë do të mbetet. Andaj tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, o Khalid, mos ja kthe. Tha pastaj, apo mi braktisni mu e mira që i vendosi unë? Prijesi që unë i vendosi, ju po më lini të kotiqe? Vazhdon dhe thot, për ju është pjesa e pastër e punës së tyre. Dhe ta shpjegoj këtë thënie. Kurse mbi ata është vështirësia e saj. Arabisht unë e kam përkthy këtë sipas kuptimit. Mirë, po arabisht ka një do me thonë shprehje është krejtësisht ndryshe. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, lekum sifwatu amrihim wa alehim kedara. Çe i bjen kjo? Kjo i bjen, thot, kur çobani merr baktin e tij, edhe në tokë të thatë, për njëherë gjanë një vend ku mund ato të kullatin edhe të pinë. I shtina atë ujë që ato të pinë. Dhe pi bagtia prej ujit pastër. Në fund gjimbetet në atë ujë. Ujë pa pastër. Apo? E këti ujit pa pastër, ki ujit pa pastër kujt jetë? Çobani sa i vetë s'ka pi. Andaj ka çupara baktin që të pi, por ama po ashtu duhet të pinë ajo pjesë e baktisë e cila nuk ka pi nga uji. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam çfarë i thot? Juve ju mbeten punët e pastra. Ju kiti kini halal dhe në haram, bardhëzi. Se jeni ushtar të rëndom të thjesht. Ama lodhjen psiqike të atyne, kur ta marre pasurin, kujt ja jape, prej kujt ta marre, kujt ja ndalojnë një gjanë. A e mendon dhe njerë këtë? Asnjëherë se mendon. Të këti gjitha janë të bardhëzi. Kështu që këtë fenomen e shohim sot tek ne, tek muslimat, apo? Vlla musliman, i cili është me një iniciativë fetare, për atë shumë letë fole vallaj, duhet ta bëjmë këtë, duhet ta bëjmë atë, o vlla, atë duhet, edhe ai i cili s'punon, një i cili s'është hiç një iniciativë, mund ta bëje. Pyete atë i cili është bartës i asaj iniciative, bartës i kësaj punës hajrit, a duheshte, edhe a mundet, ose si mundet të bëhet, të janë krejtësisht ndryshe. Dhe prej respektimit të hierarkisë tek sahabët, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam është mjaftuar vetëm me kaq, tërheqje të gjybes atij edhe isharetit atë thash. Nuk ka thash. Ato sende të cilat janë të qarta tek ne, edhe kjo shfaqje e vogël e egos, se atë thash e ndron realitetin teren.
Jo se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka dhënë atij sahabiut. Andaj Ibn Kathiri rahimahullah thot, ka mundësi që edhe asistenti i Aufit të ishte tallur me Khalidin, andaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ja ndaloi këtë gjë, sa ai ka hallat. Andaj tallja e tij e përbashkët me komandantin e bani që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ta edukon. Edhe kjo i takon prijesit. Edukon dikë duke i marrë diçka prej pasurisë. E dikë tjetër duke i ndaluar një pasuri që i takon. Për këtë shkak vëlla, nëse me një punë, unë ti dhe ai tjetri, kemi një vëlla i cili është përgjegjës për veprimet tona dhe jep llogari për meritat dhe dështimet tona, respektoje hierarkinë. Dhe unë me të vërtet shoh se në mesin e muslimanëve, sidomos në mesin e veprimeve dhe iniciativave që bën në xhamat, e shoh se neve na mungon respekti i hierarkisë. Ne duam të gjithë pyetemi si udhëheci, duam të gjithë japin mendime si udhëheci, duam të gjithë marrin vendime si udhëheci. Po s'shkon ashtu. Nuk shkon. Andaj ka hierarki dhe ka disiplinë dhe ka respekt të ndërsjell. Dikush bart më shumë gajle dhe brenga, dikush tjetër jo më shumë. Jo aq. Megjithatë të gjithë jemi pjesë e kësaj pune. Kur përmendet betejë e Mu'tes, ne e përmendim Khalidin po. Ama nuk e harrojmë Auf ibn Malik al-Ashja'i dhe as sahabiun e Yemenit. Asnjërin se harrojmë. Të gjithë kanë qenë pjesë të kësaj trimërie. Megjithatë, me këtë i dërguari Allahu alayhi salatu wasallam na thot, që ai i cili është me një pozitë duhet të respektohet për pozitën që ka. Dhe të lutim Allahun mos na sprovon me përgjithësitë dhe gajlet që i ka ai. Është lehtë lypish pozitë, mirë po pozita vjen me përgjithësi. Neve sot bota materialiste dhe politika e korruptuar tek ne e ka bën neve të mendojmë që pozita vjen me benefite, duke harruar që pozita fillimisht vjen me përgjithësi, jo me benefite. Ditën që Umar bin Abdulaziz, e ne shpesh e citojmë Omerin, kam thënë, nuk e citojmë Omerin se Omeri ka ra pi qielli në është me laçe. Ja. Po e citojmë Umar bin Abdulazizin dhe nuk e citojmë Ebu Bekrin për faktin që disa prej njerëzve na thonë, po Ebu Bekri ka jetuar me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Po ja që Umar bin Abdulazizi nuk ka jetuar me pejgamberin Allahu alayhi salatu wasallam. As nuk e ka pa. Madje nuk ka pa shumicën e sahabeve. Umar bin Abdulazizi thoshte dhe qante gjatë natës, çka ti them Zotit tim xhelle xhelaluhu, nëse me një cep të dynjas, dhe përmendte shpesh Irakun dhe pjesë të Persisë, ngordh bagti prej bagtive të muslimanëve për shkak të pamundësisë që t'u jepet ujë. Kush e ka përgjegjësinë aty? Apo kush e merr përgjegjësinë? Ai thotë vëlla, unë kam prijes. Në politikën e sotme të korruptuar, sidomos në trojet tona, neve na është paraqitur që postet dhe të qenët funksionar vjen me benefite, jo me përgjegjësi. Posti dhe qenët funksionar vjen me pasuri dhe me arrogancë, jo me përgjegjësi përpara Allahut, pastaj para njerëzve. E të parët tonë nuk kanë qenë kështu. Posti, qenët funksionar vjen me përgjegjësi, fillimisht para Allahut xhallahu ala, pastaj para krijesave të Allahut xhelle xhelaluhu. Më pas pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam fillon treguam që i lajmërojmë sahabet për rasjen e 3 komandantëve të tij. Por ama thuhet që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk ka shku t'i ngushëlloj mini herë familjarët e atyne. Se nuk ka dasht vetë të ngushtohet nga pamja, as ata t'i ngushtoj. Por se pejgamberi Allahu alayhi salatu wasallam pasi lajmëroi për të 3 prej tyne, filloi që të ngushëlloj një nga familjarët e tyne. Dhe shkoi tek familja Xhafer ibn Abi Talib. E nejna të folë për Xhaferin në mënyrë të veçantë për shkak se Xhaferi ishte banor i ri i Medines. Familja e tij gati se nuk ish vendost Medine si duhet. Dhe Xhaferi kish lënë gra dhe fëmijë pas tij. E shu që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i sheh familjet e tij, thot Aisha radhiyallahu anha, e shihja pikëllimin në fytyrën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam kur mendonte për Xhaferin. Ju a mendoni se betejë e Mu'tes ka ardhur, vallahi shahid është, Allahu akbar. Pikëllim o vëlla. Jetu vol për njerëz të cilët i ke pat mesin tënd dhe s'jan. Ai ka shku shahid tek Allahu, madje thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, po të kishin mundësi të zgjedhin atje në mesin ton, nuk kishin dash të jenë mesin ton. Kështu ka thënë, nuk kishin dash për to 3, nuk kishin dash të jenë mesin ton. Ama ne a mërzitna, ne mërzitna.
se ne jemi njerëz, neve na mërzit ndarja nga njerëzit. Kush do ta zvoglon dhe ta minimizon humbjen e dikujt, ky ja nuk, do me thonë, ja nuk ka lexu, ja nuk ka përjetu. Se nuk është normale. E kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam sheh fëmijët e Xhafer ibn Abi Talib dhe qanë. Më pas thot thiri një berber dhe u aqethi flokët fëmijëve të Xhaferit. Prej shkaqeve siç kanë përmend dietarët është që mos i lane ato të bëjnë të mbajnë zi, do me thonë unë sjelli berber që t'i rregulloje, t'i zbukuroje, t'i pastroje, mos duken si fëmijë të lanët pas dore. Po këto ka njeri i cili kujdeset për ata. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thiri familjen e tij, më pas foli për Xhaferin, pastaj foli për Abdullahin e birin e Xhaferit, edhe tha pejgamberi Allahu alaihi salatu wassalam, më shumë axhës ton prej nesh i ngjaj une Ebu Talibit, se ata e kanë gjyshe Ebu Talibin, ndërsa më shumë ti që më ngjan mua në pamje dhe në sjellje është Abdullahu i biri i Xhaferit. Më pas thot Abdullahu, nuk kaloi një periudhë dhe nëna jem shkoi të ankohet tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam për gjendjen e rëndë të familjes tonë. Dhe i dërguari Allahu alaihi salatu wasallam ja ktheu dhe i tha: a prej fukarallëkut frikohesh, ndërsa unë jam kujdestari i familjes tënde në dynja në ahiret? Ty nuk takon të frikohesh prej fukarallëkut, kurse ti ke kujdestar pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një çështje diskutabile te ulemaja lidhur me këtë betejë është kush ka fituar këtë betejë. Edhe unë u parashtoj këtë pyetje juve. Se pa qartë, është asaj dhe se jo. Më duket se më shumë muslimanë. Pse? Është organizohen mik, ka hip për betejë. Ose janë shpërndarë të Ka shpëta ushtria, e përmendim, po. Ne shohim te ulemat cilët e trajtojnë këtë mesele tre drejtime. Njëri drejtim është i prerë si Ibn Sa'din tabakatin e tij thotë që muslimanët e kanë humbur këtë betejë. Argument thotë është vrasja e disa pi sahabeve dhe vrasja e tre komandantëve. Një ushtri të cilës i vritën tre komandantë thotë hupën. Të tjerë kanë thënë që ja, nuk është e qartë. Nuk ka fitore të qarta, as humbje të qartë, të dipalt janë të dëmtuara, megjithatë nuk mund gjykojmë. Mirë po, El-Waqidi, Ibn Ishaqu, Ibn Kathiri, El-Bejheqi dhe plot të tjerë thonë që fituesit këtë betejë janë muslimanët. Kjo me dëshminë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili i tha gjatë marrjes së flamurit ose komandës nga ana e Khalidit, thotë dhe e mori Khalidi flamurin ose komandën derisa Allahu i dha fitore. Derisa Allahu i dha fitore. Andaj e quajti tërheqjen taktike të Khalidit fitore. Për shkak se fitoria nuk është diçka e cila matet vetëm në numër. Fitoria është se ti ke çu, shembull, për ilustrim, 2 fëmijë shkojnë në mundje të bëjnë me 50 burra krejt në kategori të ndryshme të kilogramëve. Dhe këto 2 fëmijë asnjëri supën në betejë. Ose në mundje. Nuk fitojnë ama supin. Vetë kjo moralisht, sidomos për observatorët e jashtëm, është fitore. Andaj këta dietarët e kanë konsideruar tërheqjen e muslimanëve për shkak se Ebu Hurajra dhe tjerët thanë, dhe u tërhoq Khalidi me ushtrinë pa asnjë psim, asnjë nuk u vra. Asnjë nuk është vra. Tamam. Sa janë vra prej muslimanëve? Ibn Ishaqu thot 8. Ibn Hisham i thot 12 burra. A e dini sa janë 12 përballë 200.000 ushtarëve? Kur gjo nuk. Ne thamë që para 2-3 ligjeratave që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dërgoi ekspedit me 15 burra, 14 u vran. Një kish mbet gjo. Vesh 15 kishin ka. Këtu kemi 3.000 ushtar, vriten vetëm 12. Tamam, ky numër thot Ibn Kathiri, duket i çuditshëm. Mirë, po nuk është i çuditshëm kur përzihen me të erarat e imanit, kështu ai thot. Kur përzihet me këtë ushtri era e imanit, ajo e shtyn ushtrinë që të bën mrekulli. Andaj të parët që në vra kanë qenë komandantët dhe njerëzit përreth tyre. Kjo është sakrificë.
Nuk rrin atje në qosh edhe shikon se si ushtria e tij digjet dal nga dal. Ka qenë i pari në betejë. Andaj kur ka dëgju se në mesin e turmës së muslimanëve është fut një turmë e madhe armikut, e ka lënë ushqimin dhe është nis. 12 burra janë vrarë, të gjithë dihen me emër. Të gjithë dihen me emër, një ka një. Asnjëri prej tyre nuk është inkognito, i panjohur. Të gjithë dihen. Dhe tërheqja e Khalidit pa asnjë vrasje ose asnjë viktim mesin e muslimanëve, kjo është fitore. Andaj thash, nuk matet fitoria me numrin e të vrarëve, po ajo çka është interesant, është pyetja sa janë vrarë nga ana e armikut. Këtë ne nuk e dim. Po dëshmia më e madhe, siç thot Ibn Kathiri, se nga ana e armikut janë vrarë shumë, se kanë hyrë pa kontroll dhe pa organizim. Është thënia e Khalidit radhiyallahu ta'ala an. Thot atë ditë me dorën time kam thyer 9 shpata dhe nuk mbani sabër vetëm se një shpat për Jemeni. Këto 9 shpata, çka i ka thyer ngurës? I ka thyer njerëz. Dhe thot Ibn Kathiri, fakti që muslimant kanë marrë plaçk lufte, sikurse rasti i atij ndihmësit të Auf ibn Malik el-Ashja'it, tregon që marrja e plaçkës luftës për një ushtrisë vogël, ka qenë një ushtri të madhe, ato kanë pat kohë të marrin, të mbledhin, të shkojnë e të vinë, duke mos u rreziku nga armiku. Pastaj tërheqja ka qenë dal ngadalshme dhe nuk kanë psu asnjë humbje. Dhe vetë kjo, si fakt që ata kanë marrë plaçk lufte, ka qenë një ushtri e tepërt madhe dhe kanë vrarë një numër të madh të tyre, është fitore e qartë për muslimanët. Kështu që Herakleu kishte investuar gjithçka në mobilizimin e një ushtrie të madhe për të çuar dritën e Islamit del nga Arabia. Ama hesapi i tij nuk ka dalë ashtu. Për shkak se me këtë kish kallë një shkëndi tek arabët të cilët ishin muslimanë. Që pse ky ti ndërsen, thojza, bit ton kundër nesh. Andaj, arabët e Arabisë që do të bëhen musliman, nuk do t'ja harrojnë Herakleut këtë. Dhe për disa vite, pas vdekjes pejgamberit Allahut, alayhi salatu wasalam, rënja e perandorisë së tij do të jetë në duart e çatyre të cilët dolën përballë atij në betejën e Mu'tës. Vazhdojmë me detajet tjera inshallah taala në gjëratën e ardhshme. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.